informacion se Fatmir Limaj do të mund të inkorporonte si pjesë të marrëveshjes pra çështjen e postit të kryeparlamentarit. A janë këto opsione cilat e tejkalojnë të paktën këtë fazë, pra japin një shans, themi kështu, të më të qeshme kuvendit Kosovës? Po, kjo është opcione, por kjo është imponim tash nga pala tjetër. Pra nuk do duhet të jepnin emra, sepse kjo një farë mënyrë ja imponon mandate vendosjes vetëm këta emra. Pra kjo nuk është, po themi, korrekte. Do duhet të ishte emri... Nuk është kjo pjesë, themi kështu kësaj politik bërjes, pra që opozita lëshon pethët, do të votoj. Po kjo është pozitive, po është asi pozitive me thumba. Pra një farë mënyre po e thumbojnë vetë vendosjen dhe po ja imponojnë që vetëm këtë ose atë do të zgjedhin. Dhe kjo nuk është të më thonë në frymën e bashkëpunimit. Por nga ana tjetër i kuptoj sepse kur vetë vendosja nuk ofrohet që të bashkëpunoj, atëherë të tjerët tallen pak me ty. Pra një farë mënyrë është më shumë talje se sa që është serioze sepse ata e dinë automatikisht që vetëvendosja nuk pikërisht ta dy emra nuk do t'i propozoj pikërisht pse kanë ardhur nga partitë të tjera. Në kuvend, profesor, momentalisht po e shohim se të gjitha partitë tjera kanë arritur në salë përpas të vetëvendosjes. A flet kjo diçka? Kjo flet shumë çka. Arrogancë, padituni dhe talje. Pra kështu kisha përkthy, sepse kjo u bë më edhe banale debati që 3 muaj ky debat kush po bëhet. Kjo është më të vërtet, kjo ka edhe kosto financiare, ka edhe kosto të vizionit se çfarë programi do të paraqet. Pra edhe programi do të na merr një kohë të gjatë. Pra shikoni, këta po e trajtojnë zgjedhjen e kryetarit të kuvendit apo kryetares, varësisht Çellaxhini, po e trajtojnë sikur sekret shtetëror. Pra e klasifikuar sipas informacionit. Kjo është talje, definitivisht. Prandaj thash, kjo do duhet të ishte publike shumë më herët që njerëzit të diskutonin, që të matej opinioni publik, a është ky person apo kjo persona e duhur për pozitën e caktuar. Pra, transparenca vetëm e ndihmon procesin. Kjo mos transparencë po na tregon që këtu ka pazare të ndyta. Pra vetëvendosja tash po e themi edhe ne hapur që po bën pazare të ndyta për një pozitë e cila do mund të rregullojë shumë më herët. Profesor, shkojmë të shohim edhe cilat janë zhvillimet në sallën e seancës plenare. Dështuam pak më herët të kemi kolegun Flamur Gajtani, besoj tani do kemi në lidhje të drejt për na sjell informacione se cili është disponimi, themi kështu, i deputetëve të Kosovës para se të nisë seanca plenare, siç e përmendi pra Linda, po shohim që në pjesën ku do duhet ishin deputetë të televizijës vetëvendosja ende nuk ka ardhur asnjë deputet, gjithashtu edhe nga minoritetet mungojnë. Në prezent janë... Po të isha po si parti tjera do të lëshoja sallën. Që në ora 3-15 do duhet të lëshoni sallën, sepse duhet t'i tregohet, duhet të mësohen që t'i respektojnë edhe kohën, edhe qytetarët, por edhe partnerët, edhe për parti tjera. Prandaj thash kjo arrogancë nuk dërgon askund. Edhe nëse zgjedhet sot kryetari apo vendi ose kryetari, nuk na dërgon askund, sepse qasja e vetëvendosjes nuk është bashkëpunuese. Tani kemi kryesuesin e kuvendit të Kosovës, pra i përcaktuar në bazë të moshës, pra siç edhe përcakton rregulloria e legjislacionit të kuvendit të Kosovës, pra si deputeti më i vjetër i kuvendit të Kosovës. Zotri Arifi, cili është, themi kështu, mënyra se si e menaxhoi zoti Dahari, themi kështu, këto seanca, sepse duket se pak janë të sikletshme, kemi parë edhe në... Edhe nga deputetja më e re që e ka në krah, si deputetja më e re Sala Jashari, ka pas vërejtje. Megjithatë do të shkojmë, do të lidhemi edhe një herë me Flamur Gajtani, gazetarin, dhe i rikthehemi prapë mysafirit. Flamur? Po, shkaku interesimit të madh të mediave, do të kemi pamundur të paraqiten fizikisht para kameras, mirë po me atë çfarë mund të flas nga këto është që tani më ka arritur në sallën plenare edhe deputeti më i vjetër, kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari, i vetmi nga lëvizja vetëvendosje, derisa vazhdojnë të mungon një tërë grupi parlamentar i kësaj partie. Pak më parë, pra ka pasur edhe një shenjë proteste nga kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramosh Haradinaj, i cili ka përtitur, nëse mund të themi, që dhe ka këshilluar deputetin më të re, Sala Jashari nga Partia Demokratike e Kosovës, që ta nisë drejtimin e seancës, me qenë se sipas tij vonesa prej rreth 30 minutash është jo serioze, me qenë se një gjë e tillë ka ndodhur edhe në punimet e seancave të kaluara, pra edhe në vazhdimet kur kanë qenë që nga 15 prilli, dhe sipas tij pranë një çast ka thënë që ta marrë drejtimin e seancës, pavarësisht që
pa grupin më të madh parlamentar këtu në kuvendin e Kosovës. Një gjë e tillë zor se do të mund të bëhej korumi, pavarësisht që në sallë janë edhe Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka dalur ka e dyta në zgjedhje si grupi më i madh parlamentar pas lëvizjes të vendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lista serbe me deputetët e tyre, mirë po vazhdon të mungoj 48-ja e deputetëve të lëvizjes dhe vendosje bashkë edhe me grupin e deputetëve multietnik. Kjo me qenë se në seancën e para 2 ditësh, kur edhe u hodh në votim emri i Albulin Agjiut për kryetarët e kuvendit në 2 raundet e provuara atë ditë, të njëjtit kishin dhënë votën e tyre pro Albulin Agjiut që të bëhet kryetare e kuvendit, mirë po ju edhe Duda Balje, e cila më pas gjatë deklarimeve të nga ajo ditë tutje ka thënë që ka vendosur që bashkë me partinë e saj të qëndrojë në opozit. Tashmë ka kaluar më shumë se 30 minuta që kur do duhet të nisë kjo seancë, mirë po vonesat e tilla janë bërë të zakonshme thuajse në punimet e seancës konstituive të legjislaturës së 9, me qenë se që nga 15 prilli kur edhe është thirrur nga presidenti i Kosovës, vazhdimisht ka pasur këso vonesa qoftë edhe për nisjen e saj, qoftë edhe për kur ka shkuar seanca në pauzë, me qenë se punimet e Komisionit për verifikimin e mandateve të deputetëve ka pasur disa herë që janë ndërprerë dhe ka shkuar seanca për 15 minuta pauzë, mirë po e njëjta ka vazhduar thuajse 1 orë gjysmë. Tani më nuk dihet nëse do të ketë edhe sot pra ndryshim të emrit të kandidatës për kryetare, pavarësisht që nga oponentët e partisë vetëvendosje kanë thënë gjatë hyrjes në kuvend që nuk do ta ndryshojnë emrin dhe sipas tyre kanë bërë thirrje që edhe partitë opozitare ta përkrahin kandidimin e zonjës Haxhiu për kryetare të parlamentit, me qenë se sipas tyre kjo do të hapte rrugë edhe çbllokimit të krijimit të institucioneve të reja. Mirë po një gjë e tillë është mohuar nga partitë opozitare, deri dia opozitare, PDK, LDK dhe AK, derisa tashmë mund të shohim që edhe disa nga deputetët e vetëvendosjes kanë filluar që vinë në sallë, ku janë duke u nënshkruar pra në listat e kuvendit të Kosovës dhe do të shohim nëse si do të rrjedh edhe vazhdimi i kësaj seance. Shohim atje edhe kryeministrin e detyrë, një herë është deputetin dhe bartësin e listës lëvizjes dhe vendosje, bashkë edhe me ish-kryetaren e kuvendit Glau Konjuhca, të cilët janë duke i prirë grupit parlamentar më të madh të lëvizjes dhe vendosje. Faleminderit Flamur. Profesor, të kërkoj falje paraprakisht për këto ndërhyrje, por si duke do të kemi her pas here për të marrë informacionet më të fundit që po ndodhin në kuvendin e Kosovës dhe ishim duke diskutuar për udhëheqjen e seancave të martën, të njëjtën dhe të shtunën nga kryesuesi Avni Dehari si deputeti